Askush nuk e priste që një konflikt i brendshëm familjar do të kthehej në një dramë publike dhe ligjore. Legjenda e muzikës turke Ibrahim Tatlises dhe vajza e tij Dilan Çitak kanë hyrë në një luftë që po trondi showbizin. Ajo që nisi si një debat i zakonshëm familjar, tani ka kaluar në dyert e gjykatës, duke detyruar Tatlises të shtyjë koncertet e tij në Gjermani dhe të përballet me publikun në një mënyrë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Sipas raportimeve, në një debat të ashpër mes babait dhe vajzës, Dilan Çitak i ka hedhur një telekomand, veprim që autoritetet e kanë cilësuar si rrezik potencial. Një moment i vetëm, një veprim që ndryshoi gjithçka, por historia nuk mbaron këtu. Tatlises ka vendosur të marrë një hap drastik, ta padis vajzën e tij. Një konflikt familjar i quar në gjykat, ku publiku po ndjek çdo detaj me frymë të ndaluar. Pamjet e Tatlises duke u paraqitur në seancë me karrocë kanë shtuar dramatizmin dhe alarmin në opinion. Fansat janë të ndarë, rrjetet sociale janë në flak dhe çdo lëvizje e këtij konflikti po ndiqet me vëmendje maksimale. Dalin pyetje që kërkojnë përgjigje. A mund të ketë pajtim mes babait dhe vajzës? A do të rikthehet Tatlises në skemë pas kësaj tronditjeje? Apo konflikti do të lërë pasoja të pakthyeshme në marrëdhëniet familjare dhe karrierën e tij? Kapitulli i ardhshëm do të zbardhë çdo detaj, por derisa ajo të ndodhë, publiku mbetet i fiksuar, duke pritur.